A ka diçka unike gjuha shqipe ose diçka që po themi mund të na bëj krenar, jo të na jap superioritet, po diçka që ndoshta nuk e gjen në gjuhë të tjera. Shqipja ka këtë veçori që duke qenë në kontakt me shumë kultura, duke filluar që pa lëmë më njanë Greqinë e vjetër, po që me Romën e lashtë, me Krishtrimin, me Bizantin, me Slavët, me Venedikun, me Osmanët, me Italianët. Kjo gjë e ka bërë Shqipen edhe më unike se ç'ishte, sepse ka marrë elemente nga të gjitha dhe i ka integruar. I ka integruar duke ruajtur identitetin e vet si gjuhë. Po të sjell vetëm një shembull. Po të studiosh në shqipe kuptimet dhe përdorimet e fjalës qejf. Është një fjalë që në shqip ka hyrë nga turqishtja e kohës osmane. Por po ti shikosh, mjafton të hapësh një fjalor dhe të shikosh gjithë frazeologjinë e fjalës. Foljet me të cilat ajo kombinohet. Gramatikën, duke filluar që nga i hyn në qejf, i del nga qejfi, vjen në qejf, bën qejf, etj. Janë me dhjetra të tilla dhe të përpiqesh të kuptosh çfarë është qejfi tamam nga ana psikologjike për shqipfolsin dhe shqiptarin që e flet gjuhën. Kjo gjë është unike në Shqip, sepse turqishtja nuk e ka. Është një përpunim unik dhe që lidhet pastaj në analizë të fundit edhe me atë psikologjinë kombëtare që nëse duam ta quajmë. Ka shumë fjalë të tilla, të cilat janë përpunuar dhe janë integruar në gjuhë, por në nivelin oral.